dhe shfuqizimin e ligjit të famshëm të investimeve strategjike, i cili ka krijuar mundësi që qeveria në emër të investimeve turistike të udhërojë territore bregdetare kompanive të ndryshme për të ndërtuar mjedise turistike për akomodim, pra njësi hotelerie, por që në fakt nuk është respektuar ky objektiv, pasi në disa raste nuk ka patur fare hotele, por janë ndërtuar vetëm vila dhe apartamente me qëllim shitjeje, apo në disa raste të tjera një njësi hotelerie është shoqëruar me 10 njësi të tjera që janë përdorur për shitje, pra është bërë biznes dhe nuk është ardhur në shërbim turizmit. Kështu që kjo menu, le të themi tashmë, kjo agent tashmë e kësaj proteste e kanë nxjerrë atë nga lokaliteti, le të themi, i Zvërnecit, dhe e kanë bërë një çështje që ka përfshirë edhe banorë në qytete të tjera. Sot pash njoftime që ka një përgatitje për të organizuar një protestë edhe në Shkodër, edhe në Korçë. Dhe për të Shqipërisë në fakt. Në lëvizje ka patur një protestë modeste në numër, gjithsesi në Prishtinë, pash një ftesë për të protestuar edhe komuniteti shqiptarëve që punojnë e jetojnë në Londër para ambasadës shqiptare në kryeqytetin britanik, duke krijuar në një farë mënyrë një lloj sensibiliteti edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Po, por Kikia, a duhet vërtet këtë pak më shumë transparent lidhur me ato se çfarë po ndodh pra konkretisht për të ndalur aty së kunisi edhe gjithë gjëja? Nuk e di nëse ndoqët edhe intervistën që pati kryeministri Edi Rama për CNN, pra ka apo nuk ka një projekt, pra edhe këtu sa e nevojshme është për qenë të gjithë të qartë, pra se çfarë po ndodh me këtë investim? Shkoj, do të kemi parasysh që protesta si protesta, por reagimi qytetar nisi për dy çështje. U sensibilizua fillimisht nga organizatat apo aktivistët e mjedisit, për shkak se zona Pishpor Nart është një zonë mjedis natyror me status të mbrojtur, që quhet peizazh natyror i kategorisë 5, dhe ishte pikërisht reagimi i parë, pra erdhi nga ekspertët e mjedisit, nga specialistët, nga organizatat qeveritare dhe qytetarët që janë aktivistë e mjedisit, dhe pas u përfshin edhe banorë të zonës për çështjen e pronësisë